faleminderit për ftesë, gjithmonë kënaqësi. Në atë ditë janë në largësi tash, se Adi sa ka ardhur prej vendlinjës, mund të them vendlinjës se ka qenë te ato shtetet tona. Më mëdhej. Duke më mëdhej pra ashtu. Ne biseduam edhe me Silën më herët, tham se më herët kem pas domthon njëri pak më cekta për ato vendet tona, më mëdhejon tona atje, duke i quajtur ndoshta edhe me Novka, shqiptari i Kosovës apo kosovari, shqiptari Shqipërisë, shqiptari edhe Maqedoni, shqiptari Maqedonisë. Unë për veti, nëse nuk është problem. Po fillojmë, ne thamë ashtu ta kemi sot. Unë në farë mënyrë unë besoj ende edhe goxha fuqishëm në këtë idenë e shqiptarisë, bashkimit shqiptarëve. Dhe sa herë që shkoj dhe të ndjej, unë kam bërë një lloj parimi që i vizitoj të gjitha vendet shqiptare ku. Për atë sa më lejon koha, kupton. Në Maqedoni, po në Kosovë, po në Shqipëri. Kështu që është bërë pjesë e traditës sime. Në një farë mënyrë dua ta shoh si po zhvillohet shqiptaria. Ta përjetoj kështu, drejt për drejt, jo vetëm nga lajmet. Gjithashtu edhe Alush Syla është prej Dramenit, ka qenë mysafir shpesh herë këtu në emisionet tona të radiolinjës ditëve të premta. Një ashtu vjen prej televizionit TV2, ka qenë atje në program, edhe e gjon kohën vjen atë, nesa unë të tjetë me neve këtu. Edhe ndoshta do t'i lidhem temës të njëjtë që ka dhënë një intervistë goxha të mirë për Iranin atje. Edhe do të bisedojmë sepse puna e Iranit i pengoi edhe me Glerit pak, për shembull ai çishat e blen banesa, e tash do i pengon çdo secilit në atë aspektin ekonomik. Edhe sa më shumë të ketë luftra, ose sa më gjatë të mos zgjasin këto luftra, do të kemi më shumë krizë. Edhe ne në shtetën shumë të pasur që kemi në Norvegjinë. Më kujtohet kur e patëm atë bisedën për Ukrainë, se qysh lufta në Ukrainë ndikon edhe në jetën tonë të përditshme këtu në Norvegji. Tash po përjetojmë të njëjtën edhe me luftën në Iran edhe Lindjen e Mesme. Ajo ndikon edhe në ekonominë tonë, çmime, atë bisedën, me shumë aspekte tjera. Po pa marrë parasysh njeriu është i fortë siguri, i përballon domethënë, edhe kemi edhe një krizë na ndoshta se nuk e di tash se Adi me këto informata dhe me mëdheun e ceku ndoshta do të ketë në një luftë atje tek ne. Ja do të jemi gatshëm ta përballojmë. Pa banki burrë. Se në demokraci 3 veta mund ta bëjnë një luftë, kështu që nuk e kemi problem. Inshallah e kena lënë mbas. Po, sidomos ne shqiptarët, si thuhet, din, 2 shqiptar, 3 parti. Arsyet e luftës nuk janë komunikuar në mënyrë qartë as prej presidentit Trump, edhe kur i analizojmë veprimet e një shteti ose një lideri, çka duhet më bazohemi në mënyrën se si janë qasë ata historikisht ndaj problemeve të tilla, në mënyrë çfarë modus operandi e kanë pas, edhe çfarë politike kanë. Tash për shembull Trump e ka befasu pak botën me këtë luftë për shkak se është në kundërshtim me America First politikën e tij, që ai është në fushat kundër luftrave për ndrimin e regjimeve ose forever wars që quajnë ata. I ka kritiku lider tjerë që kanë aspirime për luftë në Iran e kështu, edhe plus është mburr me e ka prezantuar veten si njeri i paqes, bile ka kërkuar edhe çmimin Nobel për shkak luftrave që i kanë ndaluar. Përmendo ti e ka përmend edhe Serbinë e Kosovën si një luftë që e ka parandaluar. Kështu që ky veprim është në kundërshtim me krejt politikën edhe krejt ato deklaratat që i ka jep ajo. Atëherë vjen pyetja, pse ndodhi kjo? Pse hiri në luftë me Iran? Atëherë 2 shpjegime plausible munden mu diskutu këtu. Njëra është që Amerika i ka ikë një luftës me Iranin, një kohë gjatë ka hezitu, me që se kam pas konflikt, kam pas tensione, mirë po Izraeli ka vendos me sulmu Iranin, atëherë po më parasysh se çfarë mendimi ka Amerika, edhe Irani ka paralajmëruar se nëse na sulmuam, atëherë na kemi me reagu, kështu që kemi me sulmu interesat amerikane në rajon, edhe Amerika ka menduar që okay, tash na jemi detyruar që m'ju bashkangjit Izraelit në këtë luftë, në mënyrë që mos më jap Iranit hapësirë me na dëmtu interesat tona në rajon atje. Kështu që një shpjegim është që kjo është lufta e Izraelit, cilës Amerika ju ka bashkangjit.
kjo është edhe pak më përputhshmëri me deklaratën e Marco Rubio që tha që Izraeli e ka iniciuar këtë luftë edhe na është dashur u bashkangjit për shkak të interesave. Atë shpjegimi tjetër është që Trumpi është frymëzu prej luftës në Venezuela edhe luftës parë që patën 12 ditë me Irakin. Është gjithmonë një ëndër për lidera që vetëm futen luftë me pas lufta blitz. Domethënë lufta që kushtojnë pak e që janë suksesshme. Domethënë lufta që kur shpejt fiton. Gjithmonë liderët kur hinë në një luftë që është war of choice, nuk është luftë e detyrueshme, se kjo është luftë. Atëherë ata ndrojnë që kjo së shpejti kom përfundu. Atëherë kur arriti qëllimet shumë njërë efektive në Venezuela, edhe Irani nuk eskaloi luftën e parë, 12 ditëshe, atëherë shumë ka mendu që, kjo po funksionoi ka mirë, do më thonë tash na mundë me Iranin me zbut mirë, edhe ndashta me ndryshu regjimin, kështu me pas një sukses me kostot vogël. Mirë, por nuk i dole ashtu. Irani tregoi që është përgatitur shumë për një skenar të tillë, edhe i ka befasu si Amerikën, si Izraelin, po edhe krejt botën me rezistencën që. A do të vazhdon të ketë presion ende tash, për shembull, se tash Alushi lexoi pak më herët edhe këto mediat norvegjeze që kemi këtu se po hapet ai gjyri aty ku është mbill. Po. Do të ketë bisedime, por mendoj që tash ndërkombëtarisht do të ketë pra presion këtu. Po tash kjo Irani ka tregu që i ka disa kartës që thot për Trumpi letrat në dorë të forta. Do të thonë që lufta nuk vendoset vetëm kush e ka teknologjinë më të fortë, kush ka më shumë resurse ushtarake. Mirë, po ata kanë përdorur edhe mjete ekonomike, do të thonë përmes bllokimit të ngushticës të Hormuzit, kanë bërë presion të madh ndaj Amerikës, për shkak se kanë ndikuar në ekonominë ndërkombëtare. Atëherë Amerika u detyru që me him biseda dhe tash kanë këtë marrëveshjen për armëpushim. Dhe çka ndodhi atëherë? U bë marrëveshje për armëpushim. Po Izraeli e sulmoi Libanonin. Atëherë Irani reagoi, tha kjo është shkelje e marrëveshjes. Amerika tha nuk është shkelje se Izraeli nuk është pjesë e marrëveshjes. Atëherë Irani puni presion që Amerika më ndal Izraelin Libanon, kështu që tash e kemi edhe një marrëveshje për armëpushim edhe në Libanon. Kjo është çështje pozitive. Kështu që Irani ka tregu strategjinë e vet, edhe kur folim për luftë, tash këtu mundet të Sadi më bashkangjit, kur folim për lufta, duhet me bëni një dallim midis objektivave ushtarake dhe atyre politike. Duhet me harru që lufta është politik me mjetë të tjera. Lufta bëhet për me arrit një qëllim, me ndryshu diçka. Edhe kur ka sukses ushtarak, shpesh liderët mendojnë që fitum luftën. Sikur Bush për shembull kur shkoi atje në Irak në 2003 tha mission accomplished, që në shqip i bjen bacu kry. Veç atëherë janë nisi lufta, domethënë ata as nuk kanë arrit qëllimet e veta në luftën kundër terrorizmit, as nuk kanë arrit me demokratizu Irakin, as nuk kanë arrit me stabilizu lindjen e mesme, përkundrazi e kanë keqësuar situatën. Do thonë tash ki në mënyrë ushtarake shumë suksesshëm e kanë poshtë ushtrinë e Irakit në mënyrë shumë efektive, po rezultatet politike kanë munguar. Tash nëse këta Trumpi po mburet marinën e Iranit e kena shkatru, programin për tamor e kena shkatru, jemi dominant në ajër, asgjë nuk vlen derisa qëllimet strategjike nuk realizohen. Regjimi ka mbjetuar, derisa ata mbjetojnë, ata e konsiderojnë veten si fitues. Kjo çka krijon konfuzion në këtë luftë është se qëllimet e luftës nuk janë shumë të qarta, për atë arsye edhe është shumë vështirë me fol për cilat janë qëllimet, edhe redefinohen krejt kohën. Kështu që kjo krijon konfuzion. Nëse vetëm J.D. Vance e komunikon politikën amerikane, atëherë çka mund të më qenë më qartë, pa ai duhet edhe, domethënë ai është përfundi i Trumpit, edhe duhet më u përmbajt
deklaratave të Trumpit, mirë po ka shpesh deklaratat ndryshme, se Trumpi lunat lojën e vet, për shembull thotë asnjë pikë e Iranit nuk ka më pranu, na vetëm fitore absolute, mirë po në realitet i pranojnë edhe ato. Për shembull tash e ka qel ngushticën e Hormuzit për shkak të anëpushimit në Libanon. Domethënë që kjo është rezultat i Iranit, se Irani një presion e detyroi Amerikën me presion në Izraelit për këtë marrëveshje. Kështu që ka deklarata konfuze edhe kjo edhe krijon pak pabesi ndaj Amerikës se regjimi i Iranit edhe ka deklaruar që s'po mundemi besu Amerikës. Amerika nuk është sikur përpara që kur i marr vesh me ta e kanë mbajt fjalën. Se 2 herë kanë pas një këtë përvojën që bisedat janë zhvilluar edhe vullneti ka qenë aty, edhe atëherë vetëm janë hinë luftë, kanë sulmu. Kështu që kjo është edhe keq për Amerikën kur e humbin atë besimin në negociata, se secili shtet ka interes me qenë i besueshëm, se për ndryshe njerëzit nuk bojnë atëherë marrëveshje. Mua më duket kjo është strategjia e qëllimshme e Trumpit. Të gjithë do të gjithë ky konfuzion që lind prej njerëzve të ndryshëm që dalin me deklarata të ndryshme nuk është aksidentale. Duket që është e qëllimshme në mënyrë që sipas Trumpit spaku ndonjëherë thotë ditë se unë nuk dua të shpalos qëllimet e mia, dua t'i tregoj qëllimet e mia, kështu që jep sinjale të ndryshme edhe armiku nuk e din saktësisht se çfarë është qëndrimi i administratës Trumpit. Në këtë mënyrë don ta mbajë do thotë Iranin në presion, bëhet i paparashikuar. Dhe paparashikueshmëria është në fakt një nga aspektet qendrore të politikës Trumpit. Ka qenë vazhdimisht edhe trysnia e zbrast e humbat kredibilitetin e Amerikës nëse ti bën kërcënime, për shembull i thosh dikujt nëse e bën kët, kemë pas pasoja ushtarake, edhe nuk reagon, atëherë humbe edhe kredibilitetin e kërcënimeve. Ajo kujtohet që kur NATO intervenoi në Kosovë, një argument shumë i fortë i NATO-s ishte kredibiliteti i trysnisë. Pse? Gjatë krejt viteve të 90-ta i kanë kërcënuar Miloševićin. Do të intervenojmë. Dhe asnjëherë s'kanë intervenu, atëherë argumenti i fortë që nëse na nuk i zbatojmë trysnin, atëherë kur kush nuk na frikohet, nuk mundem me përdor në të ardhmen trysni të tilla. Kështu që këtë probleme ka Amerika tash. Megjithatë do të lexoj pak më ndryshe këtë. Kujtohet për shembull gjatë luftës në Siri kur president Obama doli me atë linja kuqe, vija kuqe i thonte presidentit Assadit të Sirisë, nëse e kalon vijën e kuqe, atëherë edhe ai e kaloi dhe Obama nuk bëri asgjë. Aty ishte humbja kredibiliteti. Megjithatë mendoj ai Obama e humbi, por Trumpi nuk e humb kredibilitetin këtë. Po se dihet. Se i pikrisht nuk e di se është parimi politikës Trumpit paparashikueshmëria. Ta thë, ti mendon pastaj, nuk mori asnjë veprim kundër meje, por nuk e dihet. Do shta merr veprimin pikrisht atëherë kur ti je i sigurt që nuk do të marr asnjë veprim. Rusinë dim që kemi luftë me Ukrainën. Çfarë roli kanë këto këtë aspekt tash të luftës në Iran? Sepse nuk po njihen shumë ata, nuk po ndëgjohen, kurse ne shohim se Izraeli është shumë vullgar në këtë luftë. Është një thënie se nëse armiku yt gabon, atëherë vetëm mos e ndërprej. Domethënë le të gabon. Domethënë derisa Ameriku i në luftë ku nuk po kalon mirë, atëherë për Kinën edhe Rusinë kjo është aty në favor tymve është. Mirë po, por neve që jemi tash evropian, se jemi Norvegji tash për llogaritë vendin për evropian. Evropa ku është roli i Evropës tani? Tash roli i Evropës. Sepse Evropa vetëm se në atë aspekt ekonomik jep përgjigje, domethënë kemi ulje, kemi zbritje çmimeve. Po hapet ngushtica për marrëveshje të shkurtra, po. E çka ka ndodhur tash në relacionet me Amerikën edhe Evropën është historike, pse zakonisht shtetet evropiane e kanë përkrahur Amerikën. Pas 11 shtatorit për shembull, edhe bile ka pas vullnet të madh çka mund të më bëj për ty. Për shembull tash në luftën në Libi, për shembull, Norvegjia, na i çojmë pilotat më të mirë, aeroplanat
avionat F-16, që ka mundë me kontribu në Afganistan, jemi për juve këtu. Pse Amerika është garantist i sigurisë Norvegjie në Evropë, sikurse që është edhe garantist i paqes edhe i sigurisë në Kosovë. Kështu që gjithmonë u përkëroa edhe mirë po tash lypi Amerika ndim në mënyrë konkrete për Evropës, Evropa i tha jo. Një shumë qartë. Kjo nuk është lufta jonë, edhe na nuk kemi inkludu bile ajo që ka befasu Amerikën shumë, as bazat evropiane nuk i kanë leju, dhe me thonë, mu përdor procesin e luftës. Edhe atëherë pyetja është se çfarë konsekvenca kjo ka pas për Evropën edhe për marrëdhëniet midis Evropës edhe Amerikës. Janë marrëdhënie tash shumë të brishta. Pse? Nëse rivalizimi midis fuqive të mëdha është në fokusin kryesor për Amerikën, për shembull rivalizimi me Kinën edhe Rusinë, atë sidomos me Kinën, atëherë Amerikës i konvenon një NATO që është më ofensive, që mundet të përdor out of area, sikur në atë kohën e Kosovës ose në Afganistan, që mundet evropianët mu inkuadru në për luftat ndryshme të Amerikës. Qofse NATO e Evropës, shtetet e Evropës e definojnë rolin e NATO si vetëm mbrojtës, nuk ka mu out of area, na nuk futëm në për luftat tjera, atëherë NATO nuk është çështje relevante për Amerikën, sikur përpara. Edhe kjo pasigurisë për të ardhmen e NATO-s krijon një farë vakumi sigurie në Evropë. Se Evropa prapë është e mbarur prej Amerikës për shkak se Rusia është shumë më fortë se Evropa, po kjo është edhe bengosë edhe për neve, se ne kemi NATO-n si garantist sigurisë atje, kemi një bazë amerikane atje, kështu që çfarë do procesi që e dobëson NATO-n në një mënyrë në adopson edhe sigurinë, jo vetëm Norvegjisë, po edhe të Kosovës. Kështu që kjo është një dilemë shumë e madhe se si me forcu këtë autonominë strategjike që thuhet të Evropës, si të jemi më të fortë që mos jemi të mbarëm krejtësisht prej Amerikës. Kishim edhe një rast tani pa luftë, më thonë, jo si në Venezuela, për humbje totale të një, mo të themi diktatori se ishte në pushtet shumë vite në Hungari, kryeministri Urban. Dhe më thonë, si do të pritet kjo tash prej aleatëve tjerë? Po shak se neve, shqiptarët e Ballkanit, çdo në media, çdo televizion, dhe më thonë, çdo program mediatik ka pas fest, mund të themi, se u largu mund të themi një njeri që i ka qendru shumë afër Vučić edhe i ka qendru më tepër ndoshta edhe Putin, e të tjerëve, dhe më thonë, sikur Dodik si ashtë edhe në Bosnjë. Po për Orbanin, po kjo u festu kjo humbja e tij, një për shkak tendenca autoritare që i ka pasaj, për tjetër ai ka qenë një farë rebeli brenda Evropës edhe NATO-s. I ka mbrojt interesat e Hungarisë, përkrahësi Trumpit, edhe ka qenë kundër sanksioneve, kundër Rusisë, edhe jo shumë përkrahës i Ukrainës. E tash ai aty e ka pas atë qasjen që na shpesh i kemi, jo në mënyrë parimore, po a ka qenë Ukraina mirë ndaj neve? Jo. Ta rastan kemi nevojë me qenë. Se për shembull ata kanë përdorur si argument si kanë trajtuar hungarest, minoritetin hungarez mirë në Ukrainë. Jo kanë tek drejtat e gjuhës, kështu që s'kemi nevojë na ndihmu, pse më ndihmu atyve. Edhe tash këtë rebel që kanë pas një kohë shumë gjatë Evropa, e kanë heq qafësh, tash ndihmat evropiane shkojnë më shumë në Hungari, megjithse prapë është një kraj djathtë që ka fituar atje, ma është pak më moderat dhe më propër ndihmor. Një send vetëm për Iranin diçka. Irani është një nga ato vendet më të qytetëruara të linjës mesme. Ka qenë historikisht i gjatë dhe mbetet edhe sot e kësaj ditë. Të dy ka një traditë të rezistencës që është e lidhur me vetë idenë e shiizmit. Shiizmi si sekt islamik është sekt rezistues pikërisht ndaj bazhërancës e ehli sunnetit. Për vetë sunit. Si kanë qenë për ndjekur për herë. Kështu që ato që kanë internalizuar një lloj filozofie të rezistencës, por njëkohësisht edhe kanë qenë prandaj janë befasuese dhe në farë mënyre është e çuditshme që administrata amerikane nuk e ka marrë parasysh fare këtë histori. Do thotë është e çuditshme, ndoshta jo aq shumë e çuditshme. Megjithatë do thotë se ekziston filozofia e rezistencës është pjesë e vetë sistemit
sistemit të besimit. Ndaj edhe kjo, edhe pastaj është praktikuar, do thot ka kaluar në praktik dhe shifët rezultati sot, do thot se iranezët janë përgatitur aq shumë për mbrojtjen e vendit tyre sa që duket e pabesueshme, sidomos në rrethanat në të cilët ka kooperuar Irani dhe nën kushte plotësisht izolimit ekonomik nga perëndimi. Dhe këto ndasit që janë ekstreme në diasporën e Iranit, unë kam shok që janë për shembull profesor në universitet këtu, cilët janë plotësisht kundër regjimit të Iranit, njëkohësisht janë plotësisht kundër sulmit amerikan në Iran. Dhe arsyetimi është shumë i qartë, do thotë se historikisht, do thotë janë përjashtime atje ku vende do thotë ku ndërhyrjet e një imperandorie, siç është imperandoria amerikane, kanë sjellur do thotë paqë dhe prosperitet politik. Janë të rrallë, do thotë mund ta marrim shembull si Kosovën, dhe ka qenë një mënyrë, por në përgjithësi gjitha intervenimet tjera nuk kanë sjellur as paqë, as prosperitet, as edhe kur janë bërë ndryshimet, do thotë përmes dhunës, kur është Iraku sot për shembull. Edhe sot e kësaj dite atë nuk është krijuar një sistem i suksesshëm politik. Kështu që ky destabilizim, po ndoshta kjo është edhe mund të jetë ideja, sepse unë besoj që u konvenon shumë vendeve fqinje të Iranit, që Irani të destabilizohet dhe në një farë mënyrë të dobësohet jashtëzakonisht. Sepse Arabia Saudite, vende tjera sunite që janë, ka ekzistuar një lufte hibride, po edhe një lufte e qëllimshme e përhapjes së ideologjisë shizmit si ideologji politike, shtrirjes, dominimit, hegemonisë shizme në lindjen e mesme mbi muslimanët, përgjithësi. Kjo nuk e ka konvenuar fare as pak forcave arabe sunnite. Edhe është një nga arsyet, besoj unë, që e shpjegon pse për shembull asnjë shtet musliman nuk e ngriti zërin mënyrë si protest kundër Izraelit në Gaza. Sepse përmes ata justifikimi ishte që duke e shkatruar Gazën, pavarësisht që do të sakrifikohen do thotë gjithë palestinezët që janë aty, megjithatë Izraeli do të arritë të shkatronte edhe hegemoninë iraniane në andaj është lufta për hegemoni në fund të fundit. Dhe kjo ka pasoja pastaj edhe për neve në Ballkan. Shizmi është i përhapur edhe në shumë vende, është i përhapur në Iraku për shembull, është mbi gjysma e popullatës është shit, shumica, është i përhapur në Liban. Do thotë prandaj edhe Hizbullah ishte aq forcë dominante, dominuese aty pikërisht për arsye se shit. Prandaj edhe një nga arsyet pse për shembull Irani kërkon që i Libanit futet në listën e paqes, do thotë kësaj armëpushimit, ka edhe një numër të konsiderueshëm të shiitëve në Siri, ka një numër të konsiderueshëm të shiitëve edhe në vetë Arabinë Saudite dhe në Yemen. Yemenin fakt është goxha një numër shumë i madh, nuk e di saktësisht përqindjeve, se është një numër shumë i madh të shiitëve që jetojnë në Yemen. Dhe prandaj edhe lufta mes Arabisë Saudite dhe Yemenit, Arabia Saudite ka bërë krime lufte të mëdha në Yemen, që nuk i përmend askush fare do thotë, sepse nuk është në interesin sidomos muslimanëve sunit të përmendin këta, sepse do të është kundër Iranit. Në një farë mënyre Irani është paraqitur për botën muslimane sunite si një rrezik ekzistencial më i madh se sa vetë Izraeli. Edhe pse do thotë në politikën shtetërore kështu prezantohet disi si pyetja është se sa transishme janë këto konflikte teologjike në njërin anë, e sa është real politika rreth hegemonisë dhe dominancës dhe interesave tjera real politike. Se në njëjtën kohë Irani ka qenë solidar me palestinezë sunit. Domethënë nuk është që ata janë solidarizuar vetëm me shiit, po edhe me suni. Edhe po tash kur erdhi deri te sulmi, ata u deklaruan që na nuk kemi kundër shteteve arabe, na kemi sulmu vetëm bazat amerikane. Po ato e prunë, në realitet edhe ndodhi. Jo, në realitet shkon pak më larg se sa.
shembull në Emirate, e sulmun aeroportin, e sulmun hotelet, edhe e sulmun edhe bazat. E bile edhe rafineritë e naftës ka pas sulme. Atëherë, domethënë ti sulmon resurset kryesore të një shtetit, turizmin, aeroporti që është aeroport lidhës ndërkombëtar, shumë i rëndësishëm, edhe resurset kryesore të shtetit. Atë ti dëmton shumë Emiratet, jo vetëm një bazë amerikane aty. Kështu që ata shkon pak më lart, bile në kërcënime kundër Amerikës, thanë që okay, nëse ju na sulmoni kështu, na atëre i sulmojmë edhe Saudin Arabik, domethënë infrastrukturën e energjisë, domethënë i përdoren edhe ato karta në kundër shteteve arabe në një mënyrë. Kështu që vetëm kur lufta nisi, shkon më larg, po kjo ka të bëjë më shumë ndoshta me real politik se so me fe, ama është aty një konflikt. Po, është konflikti sektarian është akoma prezent. Po, ai është justifikon, ai nuk, do thotë, i jep arsyet justifikuese pse do thotë Irani duhet, sepse edhe Irani ndihet i rrezikuar, nga shtetet arabe, siç ndihet i rrezikuar nga Izraeli, kupton, për shkak të Po se të prej atyre shtete po vjen edhe sulmet kundër Iranit, domethënë po përdoret infrastruktura. Nëse i kthehemi pyetjes në atë aspektin sportiv, a ka fitues nga kjo luftë, sepse këto lufta ndalçet edhe bëhen për të ketë shërimtare, fituese, apo do të mbetin prapë sikur se tha më herët, ku ka hi Amerika, domosdoshmë s'ka lël zubari aty më. Po demokracia, si vjen thonë. Besoj që e thash Kështu, atëherë ka me pas interpretime të ndryshme. Trumpi ka me prezentu këta si fitore dhe ja ka nis vetëm tash me thonë që fitore, për shkak se i kanë mbishkatru. Jo vetëm që kanë shkatru një pjesë të madhe të ushtrisë dhe kapacitete ushtarake të Tiranit, po ata po folin edhe për ndryshimin e regjimit, vetëm për shkak se Hamenei është vrarë, ata po thonë që është një regjim tjetër. Nuk është e vërtet kjo, mirë për në atë mënyrë interpretojnë fitoren, ose atë sukseset e tyre. Ndërsa, mirë po, kur historia shkruhet është që nëse nuk ndryshohet regjimi, nëse mbijeton, atëherë ata kanë konsideruar veten si fitues i Irani. Edhe shumë analistë po e konsiderojnë Iranin si fitues një herë për herë. Provimi i jurisprudencës, provimi i fundit në drejtimin e juridikut apo drejtësisë, dhe provimi në gjuhën maqedone. Unë besoj, po thelbi këtu sigurisht ka të bëjë me faktin që ky provim funksionon si një lloj perde, ose derë të cilat hapet dhe mbyllet ashtu si çdo pushteti. Kush do të, se jam të kryesh këtë provim, do të marrësh të drejtën të bësh gjyqtar, të bësh avokat, të marrësh të drejtën të punësohesh në funksionet kyçes shtetërore të shtetit. Shteti ka interes të jashtëzakonshëm që këta do të mbeten seleksionuara për njerëz të cilët natyrisht i përkasin pikëpari etnisë maqedonase. Numri i shqiptarëve të jetë sa më i vogël aty, unë njoh shqiptar që janë brenda sistemit natyrisht, por është në interesin e shtetit, është në interesin e politikës të djathtë PMRO-s sot që ajo zhvillon, që numri i shqiptarëve ose të zvogëlohet ose të kurret aq shumë sa që dhe kjo është një formë, një mënyrë e ndalimit shqiptarëve deportojnë institucionet e larta. Kjo është fund paku. Sepse përndryshe nuk do të ska arsye pse do thotë të lejohet studimi i ligjit, jurisprudencës, po në fund kërkohet i gjithë, nëse ke studiuar në gjuhën shqipe dhe nuk e zotron mjaftueshëm gjuhën maqedonase për shemb. Në fund kërkosh të tash duhet ta kthesh ta jepësh provimin përfundimtar në gjuhën maqedonase. Është pa kuptim të thjesht, nëse do të ka një logjik politike, por jo logjik teore aty. Mund të avancosh, nuk mund të shkosh më të sepse nëse nuk e një gjuhën maqedonase, nuk mund të futesh në institucionet shtetërore. Por kjo është politike qëllimshme. Njëkohësisht, shiko, do thotë jetosh në një shtet siç është Maqedonia. Dy entitete të mëdha, shqiptarët e maqedonasit. Dhe të mos e flasësh gjuhën e njëri tjetrit është në një farë mënyrë dështim funksional i vetë shtetit. Shteti do thotë shumë aspekte vetëm ka dështuar, nuk është duke funksionuar siç duhet. Sepse nuk është e arsyeshme të kesh një popullat të tërë të shkojnë për universitete, dyshme edhe të mos ta flasë gjuhën. Qoftë maqedonase, po edhe e kundërta, sepse maqedonasit nuk janë shumicë absolute në Maqedoni që të thonë se ne mund ta detyrojmë secilin komunitet në këtë vend
ta mësoj gjuhën tonë, po ne nuk kemi nevojë të bëjmë asnjë lëshim, asnjë përshtatje për realitetin që ekziston aty. Ky është dështimi funksional, cili unë besoj duhet, është më i rëndësishëm sepse kjo mbetet një lloj simptome, si gjitha për shembull heqja e pllakave rrugëve për rrugë. Tash unë kur isha aty, edhe pse ndesha i provokuar, nuk sheh më pllakat askund në Shqip gati. Dhe thuti ku ishin, që ishin herën e fundit kur ishin tash nuk janë, është simptom do thotë pikërisht e mos funksionimit të shtetit. Në Maqedoni shteti i Maqedonas nuk është duke funksionuar. Nuk e di, do thotë, sa janë të vetëdijshëm vetë Maqedonës. Neve tani po akuzojmë palën Maqedone atje, ne po themi se gati jemi të barabartë, se jemi në realitet edhe me kushtetutë. Edhe në disa preambullat kushtetutës ne jemi shtet përbërës, mos i shqiptar që jemi në atë shtet. Ne kemi pas politikanë qish prej popularizimin e shtetit. Po si mund që politikanë tonë mos ta zgjidhin një problem, ndoshta edhe sidomos gjuhës, problemin e gjuhës që është domethënë thelbi i qenë shqiptar në atë shtet. Tash, unë e kishim bekimin për kësaj jave në emision e thot, me tush që kem pasot 8 ministra shqiptarë. 8 ministra në postin e ministrit të arsimit. Edhe mos ta zgjidhmë këtë problem, edhe tash për shembull po ata ministra që ishin, të asaj kohë, sot i kemi në opozitë dhe dalin, dëshirojnë t'i bashkangjitë dhe studentit sotshëm, që domethënë kjo është një dëm i madh dhe pa gjuhën shqipe nuk ka shtet, nuk ekziston Maqedonia. Po kjo do të ishte ndoshta për fillimit më e mirë ti thuhet troç, sepse partia djathtë, partia Vomoros, ishte në pushtet me koalicion me shqiptarët edhe në kohën e Nikola Gruevskit, tani ku kolega i Urban po e kthen mbrapa. Dhe shpresojmë ta kthen sa më shpejt Maqedoninë, ta shohim se çfarë do të veprohet me atë. Që unë mendoj që faji është kryesisht i joni, shqiptarëve, jo i maqedonësve. Kuptohet, ata i kanë faj sepse ata atyre u pëlqen kjo politikë që ne kanë bërë me shqiptarët dhe të cilët ne kemi bërë me vetë pëlqimin tonë, përmes për shembull BDI-a që ka qenë në pushtet për gati 2 dekada. Gjatë kohës BDI-s është bërë projekti i Shkupit 2014 për shembull, ku janë fshirë të gjitha shenjat e shqiptarisë në pjesën tjetër të Shkupit paramendo. Do të thotë me një parti që ka luftuar për pavarësinë e shqiptarëve aty, është lejuar të bëhet një masakër e kulturës shqiptare, shenjave, traditës kulturore shqiptare në Shkup. Kjo është një, për mendimin tim, ky ka qenë fillimi i rënjes ose fillimi i zbatimit të politikave armiqësore kundër shqiptarëve, e shlyerjes gjurmëve të shqiptarëve në Maqedoni. Është politikë e qëllimshme, nuk është aksidentale, do thotë kjo që është bërë. Edhe prandaj në retrospekt duket shumë e qartë që shtetit të cilët ka ndërtuar politikat shqiptare, ka qenë shtëpi prej letre. Momentin kur atë ai u shkëput, u ndërru, sepse nuk është e mundme, do të është thjesht e pamundur të jetë një arritje vërtete, reale, politike, e vendosur me kushtetut me ligj edhe të bie aq lehtë. Nuk është të thjesht nuk ndodhin këto gjëra. Fundit Maqedonia nuk e ka dhe pushtetin e mjaftueshëm për ta bërë një gjë të tillë. Ajo vetëm mund të bëhet kur një gjë e tillë nuk ka ekzistuar në realitet. Tani ti dalësh edhe nxjerrësh lot krokodilit që ne e bëm këtë, tash këta vleni e humbi, për mendimin tim është hipokrizi e pastër. Do të tregon që nuk ka pas asgjë të ndërtuar, ka pas e mbajnë mendur do thotë gjatë çdo fushate për zgjedhje, problemi i gjuhës aktualizohej, bëhet problem sërish. Pse nuk u zgjodh një herë? Pse nuk u zgjodh një herë për gjithmonë, do thotë prej fillimit, okay, ne jemi një shumicë, kaq është numri ynë, ne nuk do të bëjmë asnjë politikë tjetër, nuk do të bëjmë asnjë kompromis tjetër, nuk do të hyjmë fare në pushtet, sepse është në interesin tonë. Unë e bëra një artikull para 2 ditëve, se gjuha është, do thotë, është si thot Heideggeri, është shtëpia ku njeriu banon. Do thotë është çelësi i lirisë, është si thuash, është mënyra përmes së cilës njeriu e shpreh lirinë e vet, qenjen e vet, pavarësinë e vet, ekzistencën e vet. Është e vetmja mënyrë, nuk ekziston mënyrë tjetër për ta realizuar barazin me të tjerët. Se nuk mund të dalësh ti para një maqedonasi me një gjuhë që nuk e zotron mjaftueshëm, do thotë, të hysh në bisedë me të, ai e zotron mjaftueshëm gjuhën e vet, flet rrjedhshëm, disponon të gjitha, do thotë,
faktet se ti ka në një gjuhë që e njeh bukur, kurse ti mundosh ti përgjigjesh në një gjuhë që nuk e njeh bukur, nuk e zotron sa duhet, automatikisht krijohen marrëdhëniet e pabarazisë. Krijohet një lloj hierarkie sociale, politike, edhe fillon edhe pastaj që është edhe më e keqja është se ky imazhi i një shqiptari të parsimuar, i një shqiptari që nuk ka guxim të shprehet ashtu siç shprehet një Maqedonas për shembull, krijohet në momentin kur ai fillon të shprehet. Jo që i mungon do thot guximi, por i mungon gjuha. Dhe gjuha të bën ndjes në këtë raport, jo të barabartë, automatikisht nuk është që Maqedonasit percepton si të pabarabartë. Ty fillon e internalizon këtë ndjenjen e pabarazisë, një lloj ndjenje të inferioritetit, si thua, s'mundun si ty bisedën me këta njerëz që kaq bukur flasin, kaq bukur e zotrojnë kulturën e tyre. Ti duket vetja sikur nuk ke asgjë mbrapa teje, nuk qëndron askush, as një institucion, as gjuha jote nuk qëndron mbrapa teje. Edhe edhe për mendimin tim, ky është dështimi më i madh, më i pafalshëm, dështimi që nuk do pastaj është edhe interesant të ta shikosh se ne po e bisedojmë këtë temë që në vitin 2001 do thot kur u bë marrëveshja e Ohrit, edhe që edhe ajo marrëveshje është goxha gjysmake, megjithatë prap një marrëveshje që ka mund bëhet pa luftë, ka mund bëhet njerëzit të arsyeshëm që i referohen në racionalitetit të arsyes, ulen bisedojnë me njëri tjetrin, thonë shkoni duam të jetojmë bashkarisht, s'duam të jetojmë bashkarisht, po me që duam të jetojmë bashkarisht, po merrem me veshën këta pika dhe mbaroj puna. Besoj që do të ishte zgjidhja më e mirë. Ishte zgjidhja më e mirë. Jetu apo bashkëjetu bashkë me një komunitet tjetër në Milan ku jemi. Por me që arrit një marrëveshje, kjo marrëveshje nuk është zbatuar asnjëherë. Pse nuk është zbatuar asnjë? Unë besoj që arsyeja që nuk është zbatuar asnjëherë është arsyeja pikërisht e partive shqiptare. Për arsye të klientelizmit, ndërtimit të shtetit klientelist. Shteti është ndërtuar në atë platformë që që kjo parti mbetet për herë në pushtet. Edhe do thot arsyeja që ata të mbeten për herë në pushtet, pasi edhe kanë një shumicë definitivisht, ka bërë që ata mos i japin rëndësinë, primatin, cilën gjuha në fakt e meritonte dhe do duhej ka ata të jepin. Kështu që përdore si thua si leverage, sa herë që hynë në zgjedhje, gjuhën ende kemi problem, duhet ta zgjedhim. Edhe natyrisht nuk ka shqiptar që do të jetë, nuk do ta flas gjuhën e vet. Është shkretë natyrshme edhe për mua t'ja jap votën dikujt që lufton për gjuhën, që unë kur dal flas me një Maqedonas aty mos ndjehemi inferior para tij sepse nuk e njoh gjuhën. Këtë rast ne kemi Kosovën më demokratike edhe tim, se kemi një përfaqësim për 4% serbë dhe flasin gjuhën e tyre amtare, por ja që edhe ata 4% e din gjuhën shqipe. Edhe mund komunikojnë me një shqiptar në gjuhën shqipe pa problem. E njëjta ndodhet në Shqipëri, në disa provinca të Shqipërisë na kemi edhe fakultetet gjuhës maqedone, sidomos Shkodër kemi edhe fakultetin, tash edhe televizionin e kemi shtetëror, në televizionin TV Shkodra është edhe në gjuhën serbe. Pajtohem që çështja e gjuhës është një çështje sensitive se ka të bëjë shumë edhe me identitet, edhe është një pjesë e komunitimit në shtete të reja multietnike. Se mos ta harrojmë se çështja e gjuhës është një burim i konfliktit në për shumë vende pas shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik edhe të Jugosllavisë. Bile në Ukrainë kjo çështja e gjuhës është një ndër ndashta shkaqet po s'flasin njëjtë ata për luftë. Jo, është pyetja kështu, rusët pas pavarësimit të Ukrainës, rusisht ka dominu në për institucione, se si gjuhë zyrtare. Mirë po, Ukraina sit atëherë si në procesin e shtet formimit, konformimit, e kanë fuqizu gjuhën ukrainase dhe kanë në mënyrë e kanë zbe rolin e gjuhës ruse edhe ka pas reagime atëre bile edhe prej Moskves. Tash, kjo është, nuk është vetëm çështje identitetit, por është edhe çështje praktike kjo. Çështja e identitetit është se ka të bëjë me
cili është vendi ynë këtu në institucione, a mundemi na, çfarë përkatësie kemi na në institucione shtetërore, a mundemi folë në gjuhën tonë këtu. Mirë, po është të çështje praktike se ti në funksionin kur punon për shtet, ti duhesh mi jep shërbime si qytetar. Nëse je gjyqtar, duhet mi kuptu dy gjuhë, dhe duhet mi komuniku në ato gjuhë njërë mirë, të kuptueshme. Edhe pyetja është se çfarë modaliteti me kriju për më shumë më shërby për secilin qytetar. Tash kur ka ekzistuar një gjuhë zyrtare që secili e din, atëre logjika është, okay, maqedonishtën tonë e kuptojnë, shqipen nuk e kuptojnë tonë, vetëm shqiptarët e kuptojnë, atëre kërkesa është që gjithë funksionarët me ditë maqedonishtën perfekt. Për shkak se për më shumë më shërby secilit qytetar. Po për të kuptuar edhe një ditë një gjuhë në realitet Maqedonia ka fut prej klasës 2 ta mësoj gjuhën maqedone. Qëtër është me kuptu ndoshta, po qëtër me mësu. Po vetëm tash është pyetja ku nuk ka shumë sensitivitet rreth gjuhës, ka pak vetëm nuk janë tensionet kaq të mëdha, është Zvicra, si shtet me 3 gjuhë zyrtare, italisht, gjermanisht edhe frangjisht. Ata kanë gjetë modalitetet funksionimit shtetit, po tensione shumë të mëdha. Ndoshta duhet edhe Maqedonia me mësu pak se qysh mundën me gjetë zgjedhje praktike edhe për mi parandalu tensionet etnike. Nuk është kriter gjuha në realitet. Kriter gjuha për të hyrë në NATO ose në OKB është shtetësia, nuk je shtet për të bërë pjesë e OKB-s për shembull. Turqia është OKB, NATO, por çështja e kurdëve mbetet çështja e zgjidhur për shembull. Do thotë është nuk ka fare të bëjë, probleme internale, po ndoshta mund të bëhet kriter për hyrjen në Bashkimin Evropian. Po, është pjesori në Maqedonisë është gjuha. Po, vetëm mos harroni se këto kërkesat ndërkombëtare sipas konventave ndërkombëtare për drejtat e gjuhës nuk janë kaq të forta sa njerëzit mendojnë. Se për shembull tash Ukraina kur ti reduktojnë drejtat e gjuhës, shpesh shtetet arsyetohen që kemi me standarde ndërkombëtare. Se standardet ndërkombëtare nuk janë gjithmonë çështë forta sa na mendojmë, për shembull nëse konsiderohesh si minoritet. Kështu që duhet më pa edhe pak konteksti në një vend. Në Maqedoni është marrëveshja e Ohrit, është piknisja, atëherë është kushtetuta, edhe duhet me pas dialog me gjetë zgjidhje edhe praktike. Po, shpesh për shembull të huhet ndërkombëtarët janë në fakt ata të cilët nuk e ndihmojnë çështjen, po e ngatrojnë për shembull me ligj me Komisioni i Venecias, që në 2019 thot ligji i ri, ligji për gjuhën, e zgjeron ndjeshëm përdorimin e gjuhës shqipe dhe në shumë aspekte shkon përtej standardeve evropiane. Edhe shtrohet pyetja, po cilëve standarde evropiane janë këta? Do të thotë, çfarë do të thotë standard evropian është, do të thotë është krejtësisht e paqartë, po është si një lloj komenti që i bëhet për, do të thotë, gjykatës supreme në Maqedoni. Sidoqoftë, ka një dallim, do të megjithatë numrat ka një peshë. Se sikur të ishim ne 4%, ndoshta demografia do të ishte një problem, nuk do të ishte problemi qendror i gjuha, sepse duhet ta kuptojmë pak, mendoj që Kosova në një farë kuptimi është sui generis. Nuk po duhet ta përdor këtë kontekst. Do të thotë është një rast i veçantë. Nuk mund të thotë ka rasti i Kosovës generalizohet tek gjitha rastet tjera. Për arsye do thotë njohura din, që shkruaj për lufta është ditë, do thotë ata i kanë marrë këta të drejta serbët, jo sepse ne shqiptarët nga zemërgjërsia u kemi dhënë atyre, po sepse dikush tjetër i ka përcaktuar këto norma për neve edhe ka marrë fund punë. Ka mund ta bëjnë edhe në Maqedoni vitin 2001, do thotë kur u bë konflikti me shqiptarët e Maqedonisë, por nuk ishte ai vullnet politik. Ndoshta sepse mungonte ai vullnet politik edhe tek shqiptarët. E kanë fjalën jo tek shqiptarët e Maqedonisë, por tek shqiptarët e Kosovës dhe Shqipërisë për ta bërë një hap tillë. Kështu që definohet pastaj ulet pesha dhe rëndësia e gjuhës shqipe në nivel. Kurse në Serbi ka pas të thotë një vullnet jashtëzakonisht madh politik ndërkombëtar, gjuha dhe të drejtat e minoritetit sigurohen menjëherë, sepse e kanë kuptuar edhe ata mirë, do të thotë kur çështja e Mitrovicës, për shembull e veriut Kosovës mbeti pas zgjidhur, kjo ishte një plagë e hapur, herët avon do të mund të shpërthente gjithandej. Kështu që ishte shumë e rëndësishme për komunitetin ndërkombëtar që
serbët të sigurohen. Po njëkohësisht kjo është edhe një lloj një ploj, kujtohet fjala shqip, një arsye politike të thuash për ta parandaluar kthimin e Serbisë në Kosovë. Se Serbia nuk mund të kthehet me një arsyetim që edhe pse Vučić vazhdimisht thotë që tash unë e pash për shembull në Kombet e Bashkuara fjalimin e tij ku thotë që serbët kanë qenë 7%, tash kanë mbetur 4% dhe ky është argument që shqiptarët bëjnë një lloj spastrimi etnik të serbëve. Ky bota kryesisht pas një lidhje konceptuale. Megjithatë, do thotë prap bota e din që nuk ekziston një lloj spastrimi i tillë, e din që serbët i kanë të gjitha të drejta, e din që Serbia nuk ka legjitimitet as moral, as ligjor, as politik që të kthehet prap në Kosovë. Për pranimin e Kosovës e kanë legjitimuar se nuk po krijohet edhe një shtet tjetër shqiptar, po krijohet një shtet multietnik i cili takon gjitha komuniteteve që janë aty me drejtat barabarta sipas standardeve, po jo vetëm sipas standardeve, po sipas rezolutës të Kombeve të Bashkuara edhe gjitha ato procese që kemi pas. Kur folim për shtete multietnike, mundemi me vërejt që kanë modele të ndryshme të bashkëjetesës edhe të institucioneve. Në Bosnë ki kantonizim, ki federat kantonizim. Edhe ki zgjedhjet institucionet shumë komplekse, ajo është modeli që e kanë zgjedhë ata mbas luftës. Gjithmonë ekziston një kontekst. Nuk mundesh me thonë, këto janë standardet ndërkombëtare, kështu kemi me zgjidhur na problemet. Gjithmonë ekziston një histori dhe një kontekst se qysh zgjidhen çështjet relacioneve midis komuniteteve të ndryshme. Maqedonia, Kosova e ka modelin e vet me vendet të rezervume për minoritete, aty që jep atyre një forcë më të madhe se sa që e kanë numerikisht, kjo për mos mi marginalizua ata politikisht, po me qenë edhe ata një faktor i politikës dhe mi integru në sisteme politik. Atër Maqedonia e ka këtë modelin tjetër që... Batenderi në realitet për t'ja pas balancin mes atyre minoritete. Ka të bëjmë me balans shumë. Maqedonia është një shembull i mirë i qeverisjes përbashkët multietnike, domethënë kemi një qeveri që është ku një parti maqedone me një parti shqiptare bashkëpunojnë shpesh edhe në opozitë, edhe ky është modeli që është historikisht u kriju në Maqedoni. Kështu që nuk mundesh me marrë ndonjë model që është standard për secilin. Ne nuk mund ta dimë se tamë mund të jetë e njëjta, se tash mund bashkohen forcat maqedone edhe nuk kanë nevojë për shqiptar. Me këtë hap, domethënë për shpërtallimit. Kjo bërë traditash, kjo është bërë tradit në një mënyrë, edhe kur bëhet një traditë do bëhet si një institucion politik. Se institucionet politike nuk janë gjithmonë të kodifizuar, po janë edhe si proks. Nuk kanë qenë shumë fridhënëse në atë aspektin politik, se ne jemi humbës shqiptar, pa më pasim, po nuk kanë qenë se në shumicën e rasteve po krijohen për shumë partive edhe po binë të qeveri. Po. Jo, është e vërtetë, është ka qenë modeli, por pyetja është sa është i suksesshëm ky model, sa ka qenë i suksesshëm për shqiptarët në Maqedoni, sidomos duke marrë parasysh të tash këta tërheqjet e disa të arritërave që ne besonim se ishin të garantuara, se nuk do të kishte mati për çështjet e minoriteteve i përdorin shqiptarët e Maqedonisë si shembull konstruktiv. Pse? Se problemi problemi pas shpërbërjes Bashkimit Sovjetik edhe Jugosllavisë ka qenë që minoritetet kanë qenë separatiste shpesh. Ndërsa komuniteti shqiptar në Maqedoni ka kërku integrim në mënyrë që pranonën i neve me drejtat barabarta, na atëre pranojnë Maqedoninë si shteti janë i përbashkët. Kjo është një çështje konstruktive. Nëse do ta dish më mirë ti pas shpërndallimit, ne kem kërku Kosovën Republikë. Edhe kem dersh, kem vujtna për burgjet. Në realitet u gjet një zgjidhje shumë e mirë për shkak se ka mbjetuar Maqedonia si shtet i përbashkët, edhe ka pas mundësi më integru NATO, inshallah edhe në Evropë. Kjo ju ka konvenu dyja palëve, për shkak se edhe nuk ka ekzistuar një rajon kompakt i shqiptarëve për separatizëm, për shkak të Shkupit për shembull, edhe kjo e ka krijuar atë incentiven që bashkëjetojmë edhe ta kemi një shtet përbashkët. Jo, po unë besoj që faji është për herë i joni, nuk është i askujt tjetër. Për çdo dështim që bëjmë, sidomos në nivel të politikave lokale, faji është absolutisht i joni. Unë mendoj që nëse vetëm
unë mendoj që në Maqedoni, për shembull, faji që gjuha shqipe, statusi i gjuhës shqipe mbetet ende i kontestuar dhe kontestohet vazhdimisht nga gjykata, është pikërisht vullneti i shqiptarëve për të mos e zgjidhur këtë problem. Pikërisht për të thotë duke u munduar të ruaj stabilitetin e Maqedonisë si shtet, dhe nuk është bërë asnjëherë, nuk është vënë në pikpyetje për shembull, me çfarë çmimi. Në Kosovë gjithashtu, do thotë, ka pasur një lloj, le të them, politike që është zhvilluar në atë formë që ka bërë arritjet, konsolidimin e arritjeve demokratike shumë të brishta për një kohë shumë të gjatë. Pikërisht do thotë sepse logjika e klientelizmit u pathëllua edhe atje për një kohë shumë të gjatë. Se klientelizmi dhe formimi i shtetit dhe shtetit klientelistik, do thotë, janë dy realitete që nuk përputhen, nuk mund të qëndrojnë shumë bashkë, sepse një shtet klientelist vazhdimisht, do thotë, e neglizhon, e humb shkel mbi të drejtën e tjetrit. Jo vetëm të drejtën që është për shembull, e drejta e punësimit në bazë të meritave, që duhet të jetë, do thotë, nëse një shtet vërtet mendon në formë pak më racionale dhe ja dëshiron të mirën vetes, dëshiron që të bëhet, do thotë, të ngrihet si shtet, është baza, themeli, do thotë, që nuk mund ta më punësosh ti mua vetëm pse unë jam djali ose kushëriri yt, po do më punësosh sepse unë mund ta bëj punën, ta kryj punën, ta zbatoj punën, edhe kështu që do thotë shteti përfiton. Po një shtet klientelist, ai nuk është i interesuar për zgjidhje të drejta, se nuk i kolmenon të drejtat, është kundër vetë logjikës, arsyes së klientelizmit që shteti ta shtroj, ta zgjidh një problem një herë për gjithmonë edhe të kalojmë çështje tjera. Nuk i funksionon kjo. Në Shqipëri pastaj, do thotë, Shqipëria është do thotë, shkon në Tiranë duket që është duke u bërë një zhvillim jashtëzakonisht i madh, por është e paqartë se nëse shteti është duke u ndërtuar ose është duke u kapur plotësisht prej forcave oligarkëve të cilët dominojnë plotësisht, do thotë, gjithçka me ekonominë, me shtetin, me ligjin, nuk mund të përfundosh, nuk mund të bësh asnjë ndryshim për mirëqenien e qytetarëve, sepse janë forca tjera të cilët, sidomos paria e Tiranës, që e kanë pothuajse, edhe pse Edi Rama vazhdimisht mundohet ta mohojë që jo ky është i pavarur, nga ky s'ka gjë të bëjë me ata. Është shumë e qartë, do thotë, se Shqipëria nuk e ka dhe kapacitetin të ndërtoj, për shembull, ndërtesët që është duke i bërë në këtë ritëm, kaq shpejt, kur vende tjera, për shembull, mezi e shtrojnë një rrugë, ai ndërton gjithë ata. Do thotë është si shqiptar, se nuk jam qytetar i Shqipërisë, por si shqiptar do të shtroja një pyetje aty, prej nga këto të ardhura, a janë legjitime, si vijnë, kush i financon këta gjëra, do thotë. Pyetjet që shqiptarët e Shqipërisë gjithsesi janë duke i shtruar, por tregon në një farë mënyrë se nuk është askush duke e detyruar Edi Ramën korruptohet, i bëj gjëra, tash do psoj shtetin e Shqipërisë në formën që askush nuk i ka detyruar shqiptarët e Maqedonisë, do thotë, të krijojnë universitete pa asnjë cilësi arsimore akademike, të prodhojë studentë, do thotë, cilët në fund nuk është në gjendje ta arsyetojnë një qëndrim në një farë mënyrë pak më të lartë akademike, ose edhe Prishtina. Tash merri për shembull, tash nuk po du ta mbroj Albin Kurtin këtu, megjithatë sado pak ka një lloj investimi në ngritjen e strukturave të shtetit. Dhe unë besoj para se të përfundoj, arsyeja e dështimit është definitivisht mungesa e strukturave, mungesa e një sistemi funksional, që funksionon mirë, që i mbron të drejtat e qytetarëve, që u jep zgjidhje. Sistemet ndërtohen pikërisht që qytetarët mos kenë nevojë të mendojnë për çdo gjë, të dyshojnë në çdo gjë, të mendojnë për çdo gjë vetë. Ekziston një sistem, ekzistojnë, do thotë, institucionet, të cilët ja bëjnë qytetarit jetën më të lehtë. Nuk ke nevojë pastaj ti të mendosh për çdo gjë, për çdo çështje që ke ta zgjidhësh, ka një institucion, prandaj krijohet shteti, që ta mundsoj qytetarit të jetojnë një jetë pa politizuar. Si është bërë në Norvegji, për shembull, nuk ka njerëz specifik, parti politike që merren me qytetarin në përgjithësi, do thotë, mund të largohet edhe krijoj besimin natyrisht te pushtetarët, te udhëheqësit politik. E ne unë besoj që
ne kemi dështuar në të gjitha këto nivele. Ne kemi dështuar, në Maqedoni kemi dështuar, shteti Maqedonas është shtet disfunksional, nuk funksionon, është shumë e qartë. Shteti i Shqipërisë është shtet i kapur, është fatkeqësisht, do thotë nuk funksionon, nuk ka shkoti në Shqipëri në cilin do lokal, do thotë din, mundohemi pagu me kartel diçka, ja kërkon. Duhet bësh gjithë ato. Ashtu. Shenja tipike do thotë mos funksionimit të shtetit, jo të secilit shtet, të shtetit të së drejtës, ne shteti ka mjaft në përbot, po të krijohet një shtet ku drejtësia funksionon, që qytetarit unë jemi lirë do thotë edhe nga dominimi i shtetit, po jemi lirë edhe nga do thotë qytetarit tjerë. E kam një pyetje për fund, derisa ishim pak me Shqipërinë rreth rrotullt aty, për herën e 4 organizohet samiti i diasporës. Në kuadër të qeverisë pra të Edi Ramës, edhe kësaj radhe më dha mundësia në realitet të shiqoj disa video që mi kanë dërguar nga disa që në realitet dhumshën kanë kërkuar ta morën fjalën, pavarësisht se edhe nuk tipet fjala aty. Edhe tash disa media pak më të qarta, pak më reale që janë që duhen ta përkrajnë në realitet si duhet mergatën tonë, më diasporën tonë shqiptare. Ku ishte një jurist, ajo ishte një rol si koxhat madh në shtetin në Bologna atje dhe thotë, unë vi me 4 fakultete, kam kërkuar disa herë që ndihmoj këtij shteti. S'mu ofru asnjëri mos i tani sumi për tas fjala. Thotë, vim ne të bëjmë numra juve këtu apo ç'është, domethënë ajo puna e klientelizmit, domethënë po shfrytëzohet ndoshta diaspora në kësaj raste me këto, a mund të themi jo këtyre, pasi që parashtrova këtë pyetje se jemi pjesë e diasporës, ne ke pas test, ka pas radio, ne ke pas i shkollë, por nuk e kam bërë të arsyeshme, asnjë të shkoj. Asnjë. Do thotë nuk u kisha shku ndoshta në një kontekst tjetër, por duke njohur logjikën e Edi Ramës, është pakeq, do thotë është një lloj pranimi i politikës ti që ai duke bërë, me të cilën nuk kam dallime, do thotë shumë të mëdha. Dhe nuk do të doja të isha pjesë e atij, s'paku i organizimit. Dhe një pyetje tjetër, ju keni shkruar shumë, domethënë raporte të ndryshme për paqen, linjën e mesme, sidomos edhe në Gaza, do të arrihet diçka tash edhe me këtë deport, apo që do të transportohen edhe forcat e NATO-s, ku pjesë e tyre me ushtarë do të jetë FSK-ja. Do të ketë diçka nga ajo? Ky bordi i paqes, po mendon ti. Edhe Kosova dhe Shqipëria janë Po, i kemi ata pjesë të tjera dje me Putinin dikon që janë. Po të një diskutim në Facebook ku më sfidun pse Kosova po legitimon këtë politikën e Trumpit, të kështu, thash Kosova po bën atë që Norvegjia ka bërë përpara. Ku Norvegjia ka përkrahur Amerikën kur ka pas Amerika nevojë për Norvegjin, një mënyrë dhe Kosova po e bën se është garantisti i sigurisë në Kosovë dhe Kosova ka interes kur Amerika kërkon ndihmë prej Kosovës se t'jep ndihma mirë, po është me rëndësi edhe mësohet pak edhe prej modelit Kosovës. Nga sa kam shkruar edhe një artikull për atë se si në mënyrë për shembull UNMIK-i që në përgjithësi e ka pas NATO përgjithësinë e sigurisë, janë disa institucione ndërkombëtare që kanë funksionuar mirë, që kanë përvoja interesante për Kosovës që mundën të transferuar atje, se nuk kanë plane shumë të qarta amerikanë se si do ta menaxhojnë situatën në Gaza, mirë, po mundën të përdorë për përvojat për Kosovës atje, kështu që edhe pjesëmarrja e Kosovës ndoshta mund të mendoj pozitivisht, bile duhet me shfrytëzu këtë rast, me kontribu njërë konstruktive edhe me treku që edhe na mund të me kontribu me diçka pozitive. Tregoj për pozitin që e ke marrë në Lundë Universitet, dhe është ajo lajmë relevante edhe për komunitetin. Në këtë dimë, tash duhet patjetër të dimë edhe këtë, para se të shkojmë për shtëpi. Nuk është, nuk është gjë madhe. Jo, është e madhe. Është, nëse do të unë isha fitova një grant Barikuri që është një nga grantet më prestigjioze për akademik në Evropë, s'paku, dhe kështu që do të për një projektimin pavarur, që pastaj do të realizoj me Universitetin e Lundit, që një 2 vitet e ardhshme në Suedi, dhe Universiteti i Lundit është një universitet më të mirë në botë. Po, ishte unë kur do të punova goxha shumë për këtë projektin, një vit gati, vetëm për ta bërë projektin gati, dhe nuk kisha shpresë që do ta fitoj. Ishte një, do të shpresa më e madhe ime ishte që ta marr është
evaluimi do të vlerësimi bëhet sipas një lloj përqind. Në 70% nuk thjesht nuk merret në konsiderat projekti, po kur e kalon 80-shin, atëherë fillon të merret në konsiderat dhe një 85% që është, do thotë, aty atëherë ke arritur një lloj e merr një certifikat të shkëlqyeshmërisë, excellence. Unë atë kisha dëshirë shumë, thoja, nuk besoj shumë në Zot, po Zot 85% që ta marr. Kështu që ishte, do thotë, edhe unë kur ma dërguan, do thotë, përgjigjen, ishte 98%. Por kjo është krenariere dhe për krejt komunitetin tonë me pas një person në lundë universitet. Ja, do të thotë është përkohësisht vetëm, se këtu qendrën e kam në Norvegji këtu, po do shkoj 2 vjet. Jo. Po, kështu që ishte një kënaqësi për mua. Faleminderit shumë për bisedën edhe juve, faleminderit shumë edhe për përkrajet edhe për fjalët e mira. Gjithmonë kënaqësi. Shumë vikend këndshëm për dyve. Faleminderit. Në çdo hap, në çdo frymarrje, Radio Rilindja është gjithmonë pranë jush, me melodi të përqafojnë shpirtin dhe tinguj që prekin zemrën. Ne sjellim emocion dhe bashkim, e mëri vetëm qëndrese përbashk. Radio